Kurse humbja e vërtetë në jetën e njeriut nuk është humbja e dunjas, nuk është humbja e pasurisë, as nuk është humbja e pozitës, as e punës, as e tregtisë, kurse është humbja e ahiretit, është humbja e botës tjetër. Pra, ai i cili e humb mëshirën e Allahut Azza wa Jall, e humb faljen e Allahut Azza wa Jall, e humb afrimitetin në Allahun Subhanahu wa Ta'ala, ai është personi realisht i dështuar. Prej cilësive të këtyre njerëz, është se Allahun Azza wa Jalla të kur e adhurojnë me lodhatje, me dyshje. Adhurojnë Allahun Azza wa Jalla sipas interesave të dunjas që kanë. Ai i cili pasunia e tij, dunjaja, mirësinë që kanë në tjetër, e largojnë nga dhikri i Allahut Azza wa Jall, e largojnë nga përmendja e tij, e largojnë nga nënshtrimi ndaj Allahut Subhanahu wa Ta'ala, sepse njeriu është i nënshtruar ndaj Allahut Azza wa Jall. Është një krijesë e dobët që ka gjithmonë nevojë për krijuesin, e vet atëherë ky person është i dështuar në fenë e tij dhe në dynjan e tij. Nga ana tjetër, pejgamberët e Allahut Azza wa Jall janë pishtorë drejtues, janë drejtojnë njerëzve rrugën e drejtë. I drejtojnë njerëzit me lejen e Allahut Azza wa Jall për në rrugën e drejtë. Ruhen për veti nga caqet e Allahut Azza wa Jall, ruhen nga shkaqet e humbjes, edhe njerëzit i paralajmërojnë për këtyre shkaqeve të humbjes. Po ashtu prej cilësive të këtyre njerëz, të cilët janë të humbur dhe të dështuar, është se ato ndihen të siguruar nga dëshkimi i Allahut Azza wa Jall. Ndihen të siguruar nga dënimi i Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Pra është një person i cili në pamje të jashtme është një musliman i devotshëm, i cili falet, jep zakatin, jep lëmosh, agjeron e më radhë, kurse me anë të padrejtësive ai përfundon në zjarrin e xhenemit, Allahu na ruaj. Nuk e lejohet muslimanit me atribu një cilësi hyjnore apo adhurim dikujt tjetër veç Allahut Azza wa Jall. Në lidhje me këtë, Allahu Subhanahu wa Ta'ala nuk ka thënë në Kur'an: "Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah." Në të vërtetë ai i cili bën shok Allahut Azza wa Jall, Allahu i ka bë haram atij xhenetin. Wa ma'wahu an-nar, edhe përfundimi i tij është zjarri. Dështimi i cili bën me lotu syni dhe me u pikullu zemrën, është vdekja e zemrës edhe ngurtësimi i zemrës. Një zemër e cila nuk ndikohet nga Kur'ani, nuk ndikohet nga ajetet e Allahut Azza wa Jall, nuk ndikohet nga këshillat e Allahut Subhanahu wa Ta'ala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu prej utimit, dështimit dhe humbjes është edhe muslimani me ilan mazdoret, ato namazet që Allahu Azza wa Jall ja ka bë si detyrim, si ABC e Islamit. Thotë Hasan al-Basri, Allahu mëshiroft, për kokave të tabiinëve, po i shprehje thotë: "Ya ibn Adam, o njeri, o biri i Adamit, innama anta ayyam." Me të vërtetë që ti përbohesh prej disa ditëve. Kullama dhahaba yawmun, sa herë ik një ditë, thotë dhahaba ba'duka, largohet së bashku me këtë ditë edhe një pjesë e jotja. Kur'ani na ka treguar qartësi se tregtia më fitimprurse për muslimanin është me bë tregtime Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jo me bë tregtime në njerëzit, jo me bë tregtime shejtani, por se bë tregtime Allahun Azza wa Jall. Gjithë falënderimet janë për Allahun Azza wa Jall, atë falenderojmë dhe vetëm për tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu Subhanahu wa Ta'ala për vehteve tona dhe për punëve tona të këqija. Atë të cilin Allahu e udhëzon nuk ka se kush e humb, dhe atë të cilin ai e humb nuk ka se kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se Allahu Azza wa Jall, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Gjematin e nu, jeta e secilit prej nesh sillet mes fitimit dhe humbjes, dhe njeriu secili prej nesh mundohet që me ju shmang dështimit dhe me arrit fitore në të gjitha çështjet e jetës së tij, në mënyrë që me u gëzu me fitoren e tij dhe mos me u idhnu, mos me u hidhru me dështimin e tij. Bile disa njerëz kur dështojnë në jetë dhe humbin në jetë, i shkelin ato saqet e Allahut Azza wa Jall ndoshta dhe po dosht. Kurse humbja e vërtetë në jetën e njeriut nuk është humbja e dunjas, nuk është humbja e pasurisë,
as nuk është humbja e pozitës, as e punës, as e tregtisë, kurse është humbja e ahiretit, është humbja e botës tjetër. Kjo sepse muslimani nuk duhet me pas si peshore jetesën e kësaj dynjaje, mirësitë e kësaj dynjaje, kurse si peshore duhet me pas punët e botës tjetër. Sepse shumë prej njerëzve ndoshta janë të fituar në këtë botë, kurse për sa i përket punëve të botës tjetër, ato janë të dështuar në ato vepra. Allahu subhanahu wa ta'ala në lajmëron në Kur'an duke thënë: "Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma al-qiyamah, ala dhalika huwa al-khusran al-mubin." Me të vërtetë Allahu azza wa jalla që ato të humburit, të dështuar, të vërtetët janë ato të cilët kanë humbur vehtet e tyre, edhe familjet e tyre në ditën e gjykimit, dhe me të vërtetë që kjo është ajo humbja e qartë. Fitore dhe humbja në peshoren e njerëzve të mençur është arritja e besimit, arritja e imanit tek Allahu azza wa jalla, është fitimi i botës tjetër. Ndërkohë që Allahu azza wa jalla na ka lajmëruar që të gjithë njerëzit janë në humbje, duke thënë në surën Asr: "Qad wal 'asr innal insana lafi khusr." Po shakurën thot Allahu azza wa jalla, të gjithë njerëzit janë në humbje. Edhe i nxjerr një grup njerëzish prej këtyre njerëzve që janë në humbje. Që thot illa alladhina amanu, përveç se ato që kanë besuar, wa amilu s-salihati, edhe kanë vepruar vepra të mira, wa tawasaw bil haqqi, edhe janë këshilluar në të vërtetën, wa tawasaw bis sabr, edhe kanë këshilluar njëri tjetrin me sabër, durim në këtë të vërtetë, dhe në këtë thirrje që ecin në rrugën e Allahut azza wa jalla. Edhe këto janë ato të fituar e vërtetë. Humbja më e madhe e njeriu është humbja e fesë së tij. Sepse humbja në këtë dynja, dështimi në këtë dynja rekuperohet. Kurse humbja në fe nuk rekuperohet. Dhe ajo është fatkeqësia më e madhe. Humbja në fe dhe dështimi në fe në Allahu subhanahu wa ta'ala konsiston në ato dëshime që muslimani mund të ketë në fenë e tij, apo në ato epshet dhe pasionet që mundet me ra, po ashtu largimi nga bazat e fesë islame, apo me përdor fenë e Allahut azza wa jall për me arrit disa gjana prej kësaj dynjaje, pra mos me bënë jetë të sinqertë për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po kanë prej duave të tij, po thonë: "Wala taj'al musibatana fi dinina." Edhe o Allah mos na sprovon ne në fenë tonë. I ka bëu dua Allahu azza wa jall që sprova mos me i pas në fenë e vet, kurse me i pas në përgjithësinë e dynjës, mos me i pas në fe. Po ashtu ai i cili nuk punon për këtë fe, nuk punon për përmirësimin e tij në raport me Allahun subhanahu wa ta'ala, në raport me krijuesin e tij, ky person në ditën e gjykimit, veprat e tija kanë me kënd të pakta. Peshorja e këtyre veprave ka me kënd e lehtë në ditën e gjykimit për këtë person. Edhe veprat e këqija kanë me kënd më të rënda se sa veprat e mira. Dhe ky person në ditën e gjykimit ka me kënd prej të dështumve. Allahu azza wa jall a thot në Kur'an: "Man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun." Ato të cilët peshorja e tyre ka me kënd e rëndë, pra në ditën e gjykimit ato kanë me kënd të fituar. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Ndërsa ata të cilët peshorja e tyre ka me kënd e lehtë, në ditën e gjykimit kanë me kënd të dështuar, sepse i refuzojnë tek Allahu subhanahu wa ta'ala argumentat tona me të padrejtë. Adami dhe Hawaja, baba edhe nana njerëzimit, pejgamberi i parë Allahut azza wa jalla, Adami alayhis salam, kur i ka nxjerr Allahu subhanahu wa ta'ala prej xhenetit si pasojë kundërshtimit që i bënën Allahu subhanahu wa ta'ala, që thanë: "Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin." Ata thanë: "O Zoti jon, në më të vërtetë që i bëmë zullum vetes tonë, i bëmë pa drejtësi vetes tonë, edhe nëse ti nuk kemi na fal ne dhe nuk kemi na mëshiru ne, na kena me kënd për të dështumve." Pra, ai i cili e humbë mëshirën e Allahut azza wa jall,
e humb falin Allahut azza wa jall, e humb afrimitetin në Allahun subhanahu wa ta'ala, ai është personi realisht i dështuar. Për cilësive të këtyre personave, janë disa, do t'i përmendim shkurtimisht disa prej tyre. Ato nuk e mbajnë premtimin, e thyn besen, e prishin marrëveshjen, bajnë prishje në tokën Allahut azza wa jall. Për këto njerëz Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Alladhina yanquduna 'ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard, ulaika humul khasirun." Ata që e thyn besen që i kanë dhënë Allahu dhe e këpusin atë lidhje që Allahu azza wa jall po urdhënu që me e majt pra ligjet e Allahut azza wa jall në këtë tokë, edhe bojnë shkatrime në tokë, ato janë të dështuar dhe të humburit, thot Allahu azza wa jall. Ata të cilët i nënshtrohen, i binden armiqve të Allahut subhanahu wa ta'ala, armiqve të kësaj feje dhe të muslimanëve, dhe të cilët i mitësojnë këto persona, ato po ashtu hinë të këto persona, hinë të ky grup personash, se në falemru Allahu azza wa jall në Kur'an duke në thënë: "Ja ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besu, "in tuti'u alladhina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin." Ju që keni besu nëse ju nënshtroheni mosbesimtarëve, ata kanë me ju kthy mrapa aty pra tek mosbesimi dhe atëherë ju keni me kënd të humbur, thot Allahu azza wa jall. Po ashtu prej cilësive të këtyre njerëz është se Allahun azza wa jall ata kur e adhurojnë me luhatje, me dyshje. Adhurojnë Allahun azza wa jall sipas interesave të dynjas që kanë. Thot: "Wa minan nasi man ya'budu Allaha 'ala harf." Edhe ka për njerëzve që kur adhurojnë Allahun azza wa jall adhurojnë me dyshje, me luhatje. Fa in asabahu khayrun yatma'anna bihi. Nëse atij personi në një gjë e mirë, i mirësi për Allahut, ai qetësohet me këtë mirësi. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi. Edhe nëse në një keqe, atëherë ai kthehet aty ku ishte. Khasira ad-dunya wal akhirah. E humbi dynjan edhe botën tjetër, dhalika huwa al-khusran al-mubin. E me të vërtetë që kjo është humbja e qartë. Pra këto njerëz Allahun azza wa jall kur janë mirë, kur janë në rehati, e adhurojnë atë nëse janë në sprova, e harrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe zhyten në çohat e Allahut azza wa jall. Po ashtu prej humbjes së dështimit është edhe ajo vepër që Allahu azza wa jall na e përmend në Kur'an duke na thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah, wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun." O ju që keni besuar thot Allahu azza wa jall, mos ju prekupojnë ju pasunitë tuaja edhe fëmijët tuaj nga përmendja e Allahut azza wa jall. Edhe ai cili e vepron këtë vepër për Allahu subhanahu wa ta'ala, ato me vërtet që janë të humbur dhe të dështuar. Ai cili pasunia e tij, dynjaja, mirësitë që ka në këtë jetë, e largojnë nga dhikri i Allahut azza wa jall, e largojnë nga përmendja e tij, e largojnë nga nënshtrimi ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse njeriu është i nënshtruar ndaj Allahut azza wa jall. Është një krijesë e dobët që ka gjithmonë nevojë për krijuesin, e vet atëherë ky person është i dështuar në fenë e tij dhe në dynjan e tij. Ky person e kërkon lumturinë, e kërkon të mirat e Allahut azza wa jall me anë të kundërshtimit të tij, përse harron se ky është duke ecë në hapat e dështimit dhe të humbjes. Po ashtu prej cilësive këtyre personave të dështuar është gjakdardhja me po të drejtë. Allahu azza wa jall na lajmëron për dy vëllezërit të cilët kanë vita Adamit alayhis salam, Kabili dhe Habil. Kabili e vrau vllajën e vet për interesat e tij vetjake e Allahu azza wa jall, tha në lidhje me të: "Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin." Nefsi i tij, dëshira e tij, epshi i tij e bani që me e vrau vllajën e vet, edhe ai u bë për të dëshpëruar dhe për të humbur, thot Allahu azza wa jall. Po ashtu këto persona, shejtanin e marrin për mik, e marrin si pikë referimi, e marrin si zot, të cilit i binden ditën edhe natën. Fjalët e tyre dhe veprat e tyre janë në bindje ndaj iblisit. Pasuninë e tyre e përdorin ashtu siç i mëson ai. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an:
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Ai cili e merr për mik shejtanin, ajo Allahun Azza wa Jall, me të vërtetë që ka humbur për një humbje të qartë. Nga ana tjetër, pejgamberët e Allahut Azza wa Jall janë pishtorë ndriçues, që ndriçojnë njerëzve rrugën e drejtë. I drejtojnë njerëzit me lajnë Allahut Azza wa Jall për në rrugën e drejtë. Ruhen për veti nga caqet e Allahut Azza wa Jall, ruhen nga shkaqet e humbjes, edhe njerëzit i paralajmërojnë për këtyre shkaqeve të humbjes. Po ashtu prej cilësive të këtyre njerëzve, të cilët janë të humbur dhe të dështuar, është ato ndihen të siguruar nga dëshkimi i Allahut Azza wa Jall. Ndihen të siguruar nga dënimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu prej llojeve të humbjes edhe të dështimit, është edhe ai person i cili veprat e mira i ka të shumta. Po shumë namaz, po shumë sadaka, po shumë agjërim, po shumë vepra të mira. Porse të veprat e mira i ka përzi me zullumin kundrejt njerëzve, i ka përzi me zullumin kundrejt muslimanëve të tjerë. E ky person, po në këto të mira që ka bërë kanë ju marru, përkundazi ka mu zhyt edhe me të keqijat e njerëzve të tjerë, ashtu siç tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku një ditë për diç ishte së bashku me shokët e tij. Edhe i pyet të drune me një muflis, a e dini se kush është i falimentumi? I pyeti shokët e tij duke i thënë, a e dini se kush është i falimentumi? Shokët e Profetit sallallahu alaihi wasallam i thanë, el-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. I falimentum tek na është ai i cili nuk ka as mall e as pasuri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha një përgjigje tjetër. I tha, inna al-muflisa min ummati ya'ti yawm al-qiyamah. I falimentumi nga populli jem, nga ummeti jem, vjen në ditën e gjykimit. Bi salatin wa siyamin wa zakat. Vjen me namaz, me agjërim dhe me zakat. Porse vjen me disa gjëra tjera, të cilat na i tregon profeti sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'ti wa qad shatama hadha. Edhe vjen ndërkohë që e ka shoh filan. Wa qadafa hadha, e ka akuzuar tjetrin. Wa akala mala hadha, edhe ka hamë pasurinë e atij tjetrit. Wa safaka dama hadha, edhe ka vrarë dikë tjetër, ka bëjë gjakdardhje. Wa daraba hadha, edhe ka godit dikë tjetër. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Jepen të mirat e këtij person aty në personave që i ka bërë zullum, i ka bërë pa drejtësi. Fa in faniyat hasanatuhu, nëse marrin këto të mira që i ka pas, qabla an yuqda ma alayhi, para se mu marru llogaria e tij, thot ukhidha min khatayahum fa turihat alayhi. I marrin gjinohet e këtyre personave atso. I marrin edhe dhe japën këtij personi tjetër, thumma turiha fi an-nar. Pastaj i hidhen në zjarr. Pra është një person i cili në pamje të jashtme është një musliman i devotshëm, i cili falet, jep zakatin, jep lëmosh, agjeron e më radhë, kurse me anë të padrejtësive, ai përfundon në zjarrin e xhehenamit, Allahu na ruaj. Po ashtu prej cilësive të këtyre personave të humbur dhe të dështuar, është ato e mohojnë atë ditë se kur kanë me u taku me Allahun Azza wa Jall. Nuk përgatiten për ditën e takimit me Allahun subhanahu wa ta'ala. Mashtrojnë vetveten e tyre dhe mendojnë që ose ton shpresat e tyre i lidhin me këtë dynjë ku jetojnë. E për këto Allahu Azza wa Jall ka thënë, qad khasira alladhina kadhabu bi liqa'i Allah. Kanë dështuar të cilët e përgënjeshtrojnë takimin me Allahun Azza wa Jall. E humbja më e madhe dhe dështimi më i madh është që njeriu me adhuru dikën tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Me i bashkë Allahut Azza wa Jall në adhurim. Qoftë ai njeri, qoftë ai melek, angel, çfarë qoftë pejgamber. Nuk e lejohet muslimanit me atribu një cilësi rinore apo adhurim diku tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Në lidhje me këtë, Allah subhanahu wa ta'ala nuk ka thënë në Kur'an, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Në të vërtetë ai i cili bashkon Allahut Azza wa Jall, Allahu i ka bërë haram atij xhenetin. Wa ma'wahu an-nar, edhe përfundimi i tij është zjarri, wa ma lidh-dhalimin min ansar, edhe ata zullumçar nuk kanë me pas ndihmëtar për Allahu Azza wa Jall. Po ashtu thot, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu Azza wa Jall nuk i fal
dikujt që më bëj shok atij në adhurim, edhe gjunahet e tjera ja fal kujt don. Po ashtu Lukmani i urt i ka dhënë disa këshilla të bukura atij djalit të tij. Në këshillat parësore që i ka dhënë, i ka thënë ja bunayya la tushrik billah. O birë jem mos i bën shok Allahut azza wa jalla në adhurim, inna shirka la zulmun adhim. Me të vërtetë që me i bë shok Allahut në adhurim është një padrejtësi e madhe. Dështimi i cili bën me lotu syni dhe me u pikullu zemrën, është vdekja e zemrës edhe ngurtësimi i zemrës. Një zemër e cila nuk ndikohet nga Kur'ani, nuk ndikohet nga ajetet e Allahut azza wa jalla, nuk ndikohet nga këshillat e Allahut subhanahu wa taala dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për të persona Allahu azza wa jalla ka thënë në Kur'an lahum qulubun la yafqahuna biha. Ata kanë zemra me të cilat nuk meditojnë dhe Allahu azza wa jalla. Po ashtu prej humbjes së dështimit është që muslimani me e bujkotu Kur'anin, me bujkotu leximin e librit të Allahut azza wa jalla. Thot Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Edhe sa i dërgumi o Zot me të vërtetë që populli jem e kanë bujkotu, ja largu këtij Kur'an. Po ashtu prej udimit, dështimit dhe humbjes është edhe muslimani me ilan mazdoret, ato namazet që Allahu azza wa jalla ja ka bërë si detyrim, si ABC e Islamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me një prej namazeve, për namazin e qenis thot alladhi tafutu salatu al-asri ka'annama wutira ahlihi wa malahu. Atij të cilit i ik namazi i qenis thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sikur të kishte humbur familjen e tij dhe pasurinë e tij. Po ashtu një hadith tjetër thot ai i cili e lën namazin e qenis dhe nuk e fal, e atij i zhvlerësohet vepra e tij, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili flan dhe nuk e fal namazin e sabahut të kohë, ose e fal kur ka dalë dielli. Ky person është në humbje, ky person po dështu qysh po dalë dita mirë, sepse i kanë humbur shpërblimet të mëdha të Allahut azza wa jalla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sunetin e namazit të sabahut, për farzin, për sunetin e namazit të sabahut, ka thënë 2 sunete 2 rekaat sunet, po thënë është më e mirë se dynjaja edhe që kanë ti. Kanë më vlerë se sa dynjaja e që kanë ti. E çfarë vlerë të ka farzi i cili është më i vlefshëm, absolutisht është më i vlefshëm. E më radh. Po ashtu Allahu azza wa jall kur robit i ngurtësohet zemra, edhe hutohet, edhe kalon në grupin e të humburve, atëherë ati nuk jep bereqet as në kohën e tij. As në kohën e tij, se koha nuk kthehet edhe nuk zëvendësohet. Thot Hasan al-Basri, Allahu mëshirohet, për kohëve të tabi'inëve, po i shprehë thot ya ibn Adam, o njeri, o biri i Adamit. Innama anta ayyam, me të vërtetë që ti përbohesh prej disa ditëve, Kullama dhahaba yawmun, sa herë ik një ditë, thot dhahaba ba'duka, largohet së bashku me këtë ditë edhe një pjesë e jotja. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد. جماعة الروم، الله سبحانه وتعالى në ka tregu se një ummet, një popull i cili largohet nga rruga e Allahut azza wa jall. Një popull i cili kundërshton urdhrat e Allahut azza wa jall dhe nuk dërmja di. Një popull në të cilin janë hap në mos shkelja e çoqeve të Allahut azza wa jall. Revoltimi ndaj udhëzimit të Allahut dhe udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përfundimi i këtij ummet nuk ka që me kanë tjetër vetëm se keqardhje, pendim, sprova, varfëni, pa drejtësi dhe një jetë boshe e cila nuk ka siguri. E kjo është ligji i Allahut subhanahu wa ta'ala në tokë. Si thot Allahu azza wa jall, sunnat Allahi fil ladhina khalaw min qabl wa lan tajida li sunnati Allahi tabdila. Ky është ligji i Allahut azza wa jall tek ata që ishin para jush dhe nuk ke për të qenë zëvendësues për ligjin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe i mençuri kur i gjëm të fjalë, i lind të fjalë, fillon edhe mediton edhe thot si
të largohem unë prej këtij grup, si mos të jem unë prej këtij grup personash dhe si të arrij të bëj një tregti fitrimprurse e cila më afron me Allahun Azza wa Jall dhe më largon nga dënimi i tij. Kur'ani na ka treguar qartë se tregtia më fitrimprurse për muslimanin është me bë tregti me Allahun subhanahu wa ta'ala. Jo me bë tregti me njerëzit, jo me bë tregti me shejtanin, por se me bë tregti me Allahun Azza wa Jall. Kurse çfarë është këtë tregti? Këtë tregti na ka treguar Allahu Azza wa Jall në Kur'an. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala, ja ayyuhalladhina amanu, i drejtohet besimtarëve duke i thënë, o ju që keni besuar, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Atë ju tregoj ju për një tregti e cila ju shpëton ju nga dënimi i rrallë. Tu'minuna billahi wa rasulihi, besoni tek Allahu dhe tek i dërguari i tij. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, edhe të luftoni edhe të përpiqeni në rrugën e Allahut Azza wa Jall me pasuritë tuaja dhe me vehtet tuaja. Edhe sa dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kjo është më e mirë për ju nëse e dini. Po ashtu në një ajet tjetër Allahu Azza wa Jall thot: innal ladhina yatluna kitaballah, me të vërtetë që ato që e lexojnë librin e Allahut Azza wa Jall, wa aqamus salah, edhe e falin namazin, edhe japin hakun atij namaz që e falin, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, edhe japin pra për hir të Allahut Azza wa Jall prej asaj që na i kena furnizuar ata, haptazi dhe fshehtazi, yarjuna tijaratan lam tabur. Të njerëz, të persona, të grup burrash, tamam burra, shpresojnë tek Allahu Azza wa Jall një tregti e cila nuk humbet kurrë, thot Allahu Azza wa Jall. Nga ana tjetër, ato që neglizhojnë dhe nuk merren në këtë tregti me Allahun Azza wa Jall, ato zemrat e tyre e kanë në një pikë në ditën e gjykimit kur të takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, sepse ka kalu shansi që kanë pas për të rikuperu. Përsa Allahu Azza wa Jall na tregon në Kur'an që dita e gjykimit vjen befasisht. Lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që më na udhëzon në rrugën e drejtë dhe më na bë prej atyre që largohen nga ato grup njerëzish dhe janë të udhëzuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun Azza wa Jall që me ndihmu islamin edhe musliman dhe armiqtë e islamit me i dhanë hapun qysh në këtë dynja. Lutim Allah subhanahu wa ta'ala me na përmirësu fen tonë, e cila është kreu i çështjeve tona, me na përmirësu në dynjan tonë në të cilin jetojmë, ahiretin tonë se ku kena me u kthy, me e bë jetën tonë shkak për çdo të mirë dhe vdekjen tonë shkak rehatie nga çdo e keqe. Lutim Allah Azza wa Jall me na të mirë në këtë botë edhe në botën tjetër dhe në ditën e gjykimit do na ruajë nga zjarri i xhenemit.